Edhe këtë vit për studentet e Malësisë, shoqata shqiptare nga diaspora ndan 86 bursa. Si dhe shumë vitet e tjera me radh, pas konkurimit të studentëve, shoqata Malësia e Madhe nga New Yorku përzgjodhi 46 student, ndërsa shoqata Malësia e Madhe nga Michigani 27 student, ata të cilët plotësuan kërkesat dhe dokumentacionet e duhura për të fituar një bursë. Gjithashtu edhe këtë vit familja Martin Nikolës Brishaj, respektivisht vëllezërit Zefi dhe Frani nga Detroiti, shpërblyen 13 student me bursa për vitin akademik 2015-2016. Bursa studentore u ndandje në sallën e kuvendit të komunës së Tuzit me vlerë prej $800 për studentët të cilët ndjekin mësimin jashtë kufive, ndërsa për studentët që studiojnë në Malë të Zi $500. Në emër të dy shoqatave nga New Yorku dhe Michigani, i pranishtëm ishte kryetari i shoqatës Malësia e Madhe nga New Yorku, zotëri Edo Berishaj, i cili bëri ndarjen e bursave dhe përshëndeti të rinj, duke bërë të ditur që malësorët gjithmonë do të kenë përkrahjen e diasporës, duke pasur parasysh që këtë vit u investuan më se $500,000 në Malësi. Gjithashtu, për këta të rinj, ai sugjeroi që të jenë ata të cilët do të marrin në duart e veta ndryshimet e mbiemrave të sllëvëzuar të ndryshojnë nga një vit në një. Ju përshëndes të gjithëve, të nderuar miq, falenderojmë që i keni ardhur, edhe këtë vit si shumë vite me radhë, shoqata Malësia e Madhe nga New Yorku, si dhe shoqata Malësia e Madhe nga Detroiti, tash masa 20 vjet ndajnë bursa për studentët tanë, për ardhmërinë tonë, një ndër prej bursistave të parë të këtij fondacionit kam qenë edhe vet, edhe falenderoj organizatorët që më kanë ftuar edhe mua që me marr pjesën në këtë solemnitet. Tash më shumë se 20 vjet këto dy fondacione ndajnë bursa ose faktikisht e ndihmojnë dhe stimulojnë studentët tanë që të vazhdojnë studimet dhe të formojnë një farë ardhmërie, dhe edhe këtë vit kanë ndarë më shumë se nga New Yorku Fondacioni Malësia e Madhe ka ndarë 46 bursa, kurse nga Michigani 27. Me këtë rast kemi edhe musafirët, respektivisht organizatorët e kësaj ndarjes së bursave, zotrin Edo Berishaj, i cili në emër të dy shoqatave do të ndaj edhe bursat për këtë vit, të cilët ja japim edhe fjalën. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, shumë të çmuar malësorët e mi. Shfrytëzoj rastin të ju përshëndes që në fillim të këtij tubimi solemn me rastin e ndarjeve të bursave për studentat tanë në emrin e dy shoqatave Malësia e Madhe e New Yorkut dhe shoqata Malësia e Madhe e Detroitit nga Michigani. Gjithashtu me kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe e Detroitit, Lecin Gjonaj. Edhe një numrit e madh të antarëve të këtyre dy shoqatave e në veçanti në emër të donatorëve që në radhën e këtij viti mbashkuan mjetet financiare për studentat e Malësisë. Shfrytëzoj rastin të përshëndes studentat tanë të cilët ponderojnë Malësinë duke u shkolluar dhe pushtuar majet më të larta të dijes në universitetet shqiptare, por edhe në ato në rajone të gjera. Përshëndetje të veçantë për gjithë këta studentat e Malësisë. Shkollimi i të rive do ishte i pamundur sikur të mos ishte sakrifica dhe përkrahja e pa rezervë e prindëve të tyre, që unë me kënaqësi të nderuar student, prindet tuaj do t'i quaj trojanikët e vendit të Malësisë. Gjithashtu, përshëndes mediat prezente këtu në këtë tubim dhe posaçërisht televizorin ton TV Bojin për punën e tij që po bën në fushat e informimit në rrafshin e gjerë e medial në trevat tona. Sillet të gjithë ata që shkruajnë dhe publikojnë punët nga vendlindja që neve i lexojmë dhe i shqyrtojmë në për media të ndryshme. Sot jemi të bua nga se në bit e kësaj treve në mërgim gjithësisht shoqata tona të lartë përmendura me antarë dhe donatorët e vetë kanë grumbullua shumën e konsiderueshme të mjeteve e pakt për studentat tonë të Malësisë. Ky tubim do të ishte i pamundur, sikur mos të ishte puna e palodhur e antarëve të shoqatave dhe donatorëve të cilët edhe përse me 1000 kilometra larg nga vendlindja nuk harrojmë kurrë rrënjet e veta dhe janë të gatshëm, siç thet popullorçe, të ndaj kafshatën e gojës me ju dhe për ju. Ju jemi mirënjohës dhe donatorëve për çdo cent të dhuruar
dhe çmojmë lart atë dashurinë e tyre. Ky aktivitet i ndarjes së bursave tashti ka një traditë 21 vjeçare, ku për 20 vite Fondi Humanitar Malësia në bashkëpunim me diasporën kanë shpërndar burse për studenta. E para herë shoqata Malësia e Madhe e New Yorkut, që është bashkimi i dy shoqatave, shoqata Fondi Humanitar Malësia dhe shoqata Dexholuli, janë me një emër të përbashkët Malësia e Madhe e New Yorkut. Të nderuar të pranishëm, kam kënaqësi të ju informoj për këtë vit se shoqata atletare Malësia e Madhe e Michiganit ju bashkangjit këtij aktivitetit dhe së bashku vendosëm që të ndajmë 73 burse, ku 46 burse me shumën e $29,000 nga New Yorku, në 27 burse me shumën e $16,500 nga Detroiti. Unë nga ky vend duhet i përshëndes dhe duhet të falenderoj kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe e Detroitit për një vullnet të shkëlqyeshëm, për një punë të shkëlqyeshme që gjatë vitit të kaluam dhe këtij vitit po bëjmë së bashkut, duke u bashkuar, duke u afruar dhe gjithë anëtarët e shoqatës së Detroitit dhe New Yorkut që punojnë në mënyrën vllazënore. Vllazënisht ashtu si është e drejta se ne malësorët thomë, ne malësorët nuk kemi kurfar dallimesh as fetare, as kombëtare, as krahinore, as fisnore. Besoj se dhe të pajtoheni me ne se është mburje për të gjithë si në mërgim, si këtu në Malësi, ku shihet se ne jemi së bashku dhe unik, pa kurfar ndarje dhe dallimi rajonal, politik apo fetar, e të tillë jemi edhe në ndarjen e burseve për plot 21 vite. Këtë shembull e presim dhe e dëshirojmë edhe këtu në Malësi, të mbizotroj toleranca, bashkëpunimi dhe uniteti në çdo aspekt këtu në Malësi. Të nderuar student, prind të pranishëm, në shkollimin e rinisë tonë në për fakultetet shqiptare e në rajonet vlerësojmë lart, nga se jemi të bindur se vetëm në shkollimin dhe të ngopur me dijen mund të ulen me tjerët në tryezat e të bisedojnë. Kjo është arsyeja dhe të dashur bashkat vendas që ne do të dëshirojmë që të në listën e mbarjes së burseve të kishim përfshi të gjithë studentat, ku kemi pas 107 studentat të cilët kanë aplikuar për burse. Por ne duhet na kuptoni se edhe ne i kemi ato obligimet tona dhe buxhetet tona nuk janë aq të larta sa kite me vijit me i pas, por të dini se çdo pare që ka shoqata bëhet prej donacioneve të shqiptarëve, të malësorëve në përgjithësi. Për këtë moment gjithë malësorët e Malësisë bajnë donacione. Nuk janë donacione që na vijnë nga shteti apo nga dikush tjetër, por gjitha këto donacione janë djersa e malësorëve të cilët punojnë, jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë një vullnet jashtëzakonisht të shkëlqyeshëm për këtë vend. Unë po ceki një veçanti në vitin 2015, dy shoqata Malësia e Madhe e New Yorkut dhe shoqata Malësia e Madhe e Detroitit kanë investuar në Malësi dhe për Malësi të kaluar me $500,000. Do me thonë, një shumë jashtëzakonisht e madhe, edhe një shumë jashtëzakonisht e me zemër të plot që e kanë shpërndarë. Pa marrë parasysh se kush i ka marrë, si kanë shkuar, çish kanë shkuar, malësorët gjithmonë dhe gjithherë kanë me bën të njëjtën gjë, kanë me kontribua, kanë me ndihmua ata që kanë më nevojshme këtu në Malësi. Atëherë qartë duket potenciali i diasporës malësore. Shoqatat tona janë fokusuar më shumë dhe interesuar për fatin e vendlindjes, ardhmërinë e rinisë së saj të ruajnë identitetin kombëtar këtu në vendlindje, një diasporë të rrinë e të drejtat të barabarta parandalume në diskriminimin e shqiptarëve në Maltezi. Për fund, të dashur student, të ri të Malësisë, dëshirojmë të ju përkujtojmë edhe një obligim tuajin, për të qenë shembull në familje, në rrethin dhe veçanti tek të afërmit, për të ndruar emrin personal duke hequr iqin dhe biqin një herë e përgjithmonë nga Malësia. Nëse ju se beni atëherë nuk mund të flasim për fajin e të tjerëve, por tonin.
E vetëm kështu mund të shlyejmë një prej gabimeve të kohës e që po kishte vlerë të posaçme edhe ruajtja e identitetit shqiptar. Duke ju dëshiruar sukses në studime, në angazhime të plota, e të marrni fatin e malësisë në duart të juaj, është koha që rinia e malësisë të marrin këtë malësi në dorë, ta drejtojnë në rrugën e drejtë ashtu si është e nevojshme sot këtu. Ju përgëzoj në rrugimet tuaja jetësore dhe njëkohësisht konsideroj se ju jeni ardhmëria e plot e malësisë. Andaj, ne në Mërgim kemi dëshirë që ju me potencialin tuaj, inteligjencën tuaj, njerëzore, të jepni kontributet tuaja të çmuara për të mirën e shqiptarëve në këto treba të malësisë dhe me zerë. Porosia jonë është, mos lejoni boshatisjen e këtyre trojeve etnike, të lame me gjak gjatë historisë. Bëni çmos për andalimin dhe asimilimin. Bëhuni atletar të përkushtuar të zgjedhjes së problemeve jo të pakta këtu në malësi. Dëshmoni se drejtësia e çdo donatorit dhe çdo cent i dollarit nga diaspora po e ktheni duke punuar për të mirën e malësisë. Gëzuar dhe llogaritni gjithherë mbështetjen tonë. Ju bekoft Zoti gjithve familjarisht, bekoft Zoti malësinë, bekoft Zoti gjithë popullin shqiptar kudo që jetojnë në botë. Ju faleminderit shumë për vëmendje. Nëse është dikush, ndonjë student apo ndonjë prind, a dikush që ka dëshirë me fol ndonjë fjalë, një përshëndetje diasporën, lirisht mund të urnoni, ja japim fjalën, nëse ka dikush dëshirë. Pikës pari e përshëndes këtë solemnitet, dhe përshëndes studentët, por mas fortit përshëndes diasporën e cila çdo herë lëpse larg prej vendlindjes gjithmonë është e afërt për malësi. Ky nuk është hera e parë, por në shumë raste kanë tregua vetin, kanë kafshatën e gojës e kanë lanë, por gjithmonë janë kënë të afërt për malësi, për vendlindje dhe për popullin tonë që të prosperoj, të jetë një jetë e lumtun, jetë e gëzuar në malësin tonë. Na jem mirënjohës për të gjitha që bëni dhe mund të them që pa diasporën dhe pa mbështetjen e diasporës shumë projekte dhe shumë plane të cilat janë banë në malësi nuk mundën të bëhen, por gjithmonë jem mirënjohës dhe falenderojmë prej diasporës dhe Zoti u bekoft dhe kjo është i faqe bardhë. Vetëm kaq. Falenderoj. Përshëndetje të gjithëve, kolegë, prindë të dashur, më vjen mirë që në latë rastin edhe neve të drejtohemi të rinjeve, faktikisht malësisë, por së pari me lejoni të falenderoj për kontributin tuaj, për ndihmën që po bëni për rininë e malësisë, tash sa vite me radhë, dhe për djersën e juve që nuk e kursuet asnjëherë që këta të rinë, këtu të cilët të gjithë ne kemi konkuruar për bursë jo për ndonjë luks, por thjesht për nevojë. Është vërtet kënaqësi kur nga viti në vit secilin nga ne prej se kur do të hapet konkursi nga shoqata Malësia e Madhe tani në New York me bashkimin e dy shoqatave dhe nga Lion e Detroit. Por në anën tjetër, me lejoni ju lutem të shprehi mos kënaqësinë time me keqardhje të them se këto dy shoqata, të cilat tash sa vite po ndihmojnë në malësi, janë të vetmet që ndihmojnë këta të rinj. Po ku janë të tjerët këtu në malësi? Ku janë partitë politike shqiptare të cilat duhet më shumë të angazhohen në këta të rinj? Nëse ata çdo ditë flasin për rinin dhe për të ardhmen e malësisë, atëherë ku është angazhimi i tyre? Imagjinoni një moment sikur mos të ishin këto shoqata dhe mos të ishin bashkëvendasit tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja Zotrin, mendoj që është koha të mbend një ndryshim. Është koha që në malësi ashtu, si që tha
edhe kryetari i shoqatës Malësia e Madhe, Zoti Ajlo Berishaj, është koha që rinia në Malësi të filloj të vendosi për vetë fatin e vetë, sepse nga të tjeret tashmë ne kemi dështuar. I nderuar Zoti Ajlo Berishaj, përzemërsisht me duhet t'ju falenderoj për ndihmën që po bëni për rininë e Malësisë. Është vërtet kënaqësi kur ne shohim që ju, edhe pse me punë dhe obligime, ju vazhdoni të ndihmoni këtu në Malësi. Dhe në fund me duhet të them që nëse një familje dëshiron të ketë bukë për një vit, ajo duhet të mbjelli grur. Por mos harroni, nëse një popull dëshiron të vazhdoj të ecë përpara dhe të arsimohet, atëherë duhet investuar në arsim. Ju faleminderit. Të nderuar përfaqësues të shoqatës adhetare Malësia e Madhe nga Detroiti dhe New Yorku, i nderuar i kryetar Ajlo Berishaj dhe shumë të nderuar pjesëtarë të familjes së Zev dhe Fran Berishaj nga Detroiti. Këto ndihma që ju sot na i shpërndat janë mbështetje e madhe si për ne si student, ashtu dhe për familjet tona, në mënyrë që neve të arrijmë suksesa më dukshëm në shkollimin ton. Një përshëndetje për zemërt nga gjiri i studentëve të Malësisë, për vëllezërit dhe motrat tonë në diasporë, për punën fisnike që vite e vite e bëni për ne. Faleminderit. Të nderuar përfaqësues të shoqatës, të nderuar të pranishëm, student të dashur, shumica prej juve edhe ishtë nxënës të mi. Mora fjalën këtu në radhë të parti, falenderoj vëllezërit tonë nga diaspora, me që kisha rast të vizitoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku takova gjenerata të moshave të ndryshme, por megjithëse se tek disa kishin kaluar edhe 40 vitet edhe të migrimit, madhi, kujtimet për Malësinë i kishin truajtura, i kishin të freskëta. Prandaj, i faleminderoj për stepërmi, për sakrificën, për vullnetin e tyne, për një gurë e pashtershme për vendin tonë. Kurse ju student, ju e ardhmja e Malësisë, të ndjekni rrugën e tyne edhe gjithmonë të delni Zot Malësisë në mënyra të ndryshme, varësisht nga situata, edhe t'jeni shembull se edhe ju jeni përgatit, një herë kjo le të jetë motivim për ju, por edhe obligim që të pranoni barën, pranoni detyrat në të ardhmen. Faleminderit edhe suksese student. Faleminderit të mbyllur. Nëse nuk don kush më të marrë fjalën tani, do të fillojmë me ndarjen e bursave. Do t'i ftojmë një nga një me emër dhe kryetari Ajlo Berishaj do të dorëzojë bursën për këtë vit.
Kristin Gjok Dushaj. Kristin Ded Junçaj. Kristin Ded Junçaj. Kristian Pashko Gjokaj. Kristian Pashko Gjokaj. Okay. Kristian Tom Lulgjuraj. Kristin John Sinishtaj. Kristian Viktor Gjonaj. Kristin Luiq Junçaj. Lirim Afrim Gjokaj. Liridon Rok Dushaj. Lek Valentin Luzonaj. Linda Gjek Gjelaj. Linda Gjelosh Camaj. Leonardo Angelin Dedvukaj. Linda Tom Vulaj. Leon Rok Sinishtaj. Majda Halil Beqaj. Mark Junçaj. Monika Luiq Berishaj. Mark Gjeto Ulaj. Merita Gjeto Sinishtaj. Mark Pjetër Lulgjuraj. Martin Preka Gjon Lekaj. Martin Dod Junçaj. Marinela Vasel Lajçaj. Merita Zef Lucaj. Monik Nikol Lulgjuraj. Violeta Gjelosh Vulaj. Nikolina Nikol Lekoçaj. Naila Gjemal Nikaj. Nor Pjetër Lucaj. Nikolina Marash Junçaj. Nikolina Rok Sinishtaj.
Tjetër, Vasel Gojçaj. Rok Anton Ivezaj. Robert Marash Junçaj. Silvana Qeto Camaj. Sanela Sulejman Dreshaj. Tereze Rok Dreshaj. Tom Nikol Lucaj. Wilson Luca Gojçaj. Valentina Nua Qelaj. Edhe Valdeta Arif Gjokaj. Sa të cekë sa më tha kryetari edhe se këta të cilë studiojnë jashtë Malizi në bursë kanë $800, kurse këta të cilë studiojnë brenda në Malizi kanë $500. Sa për malete kanë këta që studiojnë në këtë mëndë. Mishtan, këto ishën pra bursat e si vjetë, me i falendrojmë këto dy shoqata e Malsin e Madhen nga Njërku dhe me Qigeni, ju dëshirojmë sukses dhe punë të barë si në familje edhe në punë. Edhe i falendroj shumë për kontributin e tyre, sigurisht për të pa losur për tona këto vitet të cilat kontribojnë në Malsi ma shumë se 20 vite, edhe falenderit edhe në rëgjofshim për. Tani, keme edhe një sulmitet tjetër, të cilën familja e Martin Nikol Berishaj, këtë vit po ashtu do të ndaj disa bursa, 13 bursa për studentët tanë. Pra familja e Martin Nikol Berishaj si edhe vite me rallë të cilët kanë të kontribuar në Malsi në mënyra tjera, me ndihma tjera. Këtë vit kësaj rallë, ose këtë vit kanë vendosur që kontributin e tyre ta ndajnë me studenta dhe këtë vit kanë ndarë 13 bursa si studentëve nga Malsia ashtu dhe nga Ulqini me një shumë të konsiderueshme. Në emër të kësaj familje, këtu kemi Zefin Berishaj, i cili do t'i ndaj pra këto 13 bursat të cilët do të jenë në shumë prej $500 për student. Lindita Malic Qurmulaj. Suzan Prali Vezaj. Viktor Ulaj. Robert Kolle Koçaj. Mark Kola Lugjuraj. Mirash Doda Dukaj. Selma Safedin Kërniq. Violet Vasel Gjokaj.
Gjok Zef Camaj, Kristian Roki Vezaj, Shpresa Nue Gjelaj, Irena Pjetër Memçaj, Aleksandra Gjergj Dushaj. Këto pra ishin bursat e ndarë prej fondacioneve dhe prej familjes, të cilët i falenderojmë përzemërsisht sigurisht, për organizatorët e kanë organizuar një koktejl këtu në hollin e sallës. Faleminderit. Mirupafshim. Matinashëm. Urojmë suksese të gjithë të rinjve malësor në mësimet e tyre studentore, duke shpresuar që veças donacioneve nga bashkëdhënëtarët tonë nga Amerika të ketë të ardhurat e tjera që do të investojnë në sferën e arsimit, duke mbështetur këtë të rinj që janë ardhmë jonë, duke na përfaqësuar nesër në mënyrën më dinjitoze në institucione të larta, duke luftuar për të drejtat tona, duke punuar në arsim në gjuhën tonë shqipe, në shëndetësi dhe lamit e tjera, për një të ardhmë sa më të mirë dhe në favor të gjithë popullit shqiptar.